Ka lidhje me Berlusconin thot. Me rrëzimin e Berlusconit thot. Nuk është i vetmi, ti është i sigurt. Që i ka rrëzuar. Po Sarkozia është në burg. Sarkozia. Jo, unë kam po doli prapë, ka dalë prapë Sarkozia. Po s'ka rëndësi, shkoi një në burg. Po. Ha? Nga president në burg? Po. Nga presidenti i vendit më të pushtetshëm të Europës Po. në burg? Nga një njeri që e ka kallëzuar që në 2006-ën? Shikoj sa herë kam përmendur unë. Sa kohë ka që përmendur Edi Ramën? Sa kohë kam që unë që i kam bërë kallëzim penal direkt unë? Atë bëra pyetje pra, të ke fut Sarkozin, Berlusconin e gjithë të tjerë që thua, s'ke fut Edi Ramën më burr. Do ta fusim. Që është e keqe gjithë neve që atyre njerëzve që po na ndjekin. Atyre njerëzve që po dalin protestë për kaq shumë ditë që protestojnë. Mirëse. Po. Dale. Sarkozin në Francë nuk e mbron njeri nëse ligji thot që ka bërë faj. Berlusconi në Itali nuk e mbron njeri nëse ligji thot ka bërë faj. Edi Ramën e mbrojnë të gjithë vetëm pse është përballë një Engjëll Luka. Engjëll Luka kërkon ta çojë në burg, këta bëjnë sikur e çojnë në burg. Unë kam me ligj. Kush tha? Bëjnë sikur e çojnë. Ata protestuesit. Ata gazetarët që bërtasin, që të qiren e bërtasin ata, ne kemi thënë këtë, ne kemi thënë atë. Ora kemi një vendim të formës së prerë në dorë. Po sa shqiptarë mund të kenë një vendim si vendimi juaj? Si ky? Ë. Ma gjen një të dytë. Gjem një të dytë. Gjem një të dytë që drejt për drejt të kërkoj arrestimin e Gensekos. Pra në qoftë si bim bankës, guvernatori Pam bankës. Aty kush legu. Po pra, merr hard diskun, shiko çka kanë lëvizur me njëri tjetrin. Pse janë të shkruar thotë gjithë deri në qindarkën e fundit. Tëra çka kanë kaluar. Të tëra që lëvizin në për sistemin bankar dhe jo bankar të Shqipërisë, në mënë kësot mikrokreditit dhe më thëtë tash, në për kompanit, qa paguan ti, qa paguan? E kupton ti? Qa merë, qa të reqë. Të tëra pasqyruan aty, i ka banka e Shqipërisë të tëra. Përveç që kanë pasaj bankat se cila më vete. E kupton? Edhe njerë ta shpjegoj me dy fjalë fare të thjeshta për fëmijë 2 vjeç. Para, baraz bank. Korupcion, pa para ka, s'ka. S'të vje kush. Gjej paran. Ndiq paran pra, Fëllollëmani. E gjithë bota tjerë. Jare po ta kërkon me vendim të formës prerë. Fëllollëmani aty e ke. Aty e ke. Këtu thot. Hajde mos e besoni Engjëll. Ju që na gjikoni, ju që merrni me bluzën, jo po kjo, jo po ajo, jo po merrni çfarë doni. Ja e shkruajtur këtu e zeza mbi të bardhë. Kjo na ka bë, ne edhe kur i themi një hall që i themi një hall të vogël dikujt, një miku ton diçka, mirë, ke për ta gjet, ke për ta zgjidh, ke për ta bë. E zeza mbi të bardhë. Kjo jemi ne. E zeza mbi të bardhë. Në bazë faqja 5 e këtij vendimi. Ndërkohë që ne e besuam atë, dolëm atje ka protesta, edhe ky zotëria shkoi atje, ka qenë atje, i kapi atë çunat, i foli. Po tha duket sikur ka qasje të mirë, më thënë Engjëll para disa ditësh. Gjasme, po ishte loja, e kupton se e kuptuan ata që njerëzit filluan të reagonin dhe e kuptuan që kishte një diçka që nuk shkonte, një diçka të rëndë që nuk shkonte, se si mund të mbyllësh gojën tjetrit dhe ti thuash kush je ti, më trego çfarë do thuash. Kush je ti njerë? Po. Që të mpyesësh mua se çfarë do them unë, po. Se çfarë do them unë. Po më fikse. E kupton? Nëse. Prandaj Rama do t'i japi imunitet guvernatorit, thot dikush me koment. Dëgjoni çik këtu. Në faqen 5 është shkruar. E kupton? Po. Banka e Shqipërisë e shkruar qartë, ka lejuar me ndërgjegje krijimin e devijimit apo të manipulimit bankar, që në vetvete është premis për mashtrim kompjuterik. Deri në 15 vjet burg. I konsumuar disa herë nga të 3 bankat e nivelit të dytë, Raiffeisen, Intesa San Paolo dhe Western Union. Banka, domethënë Banka e Shqipërisë, dyshohet të ketë ndihmuar në tjetërsimin e pronësisë, në tjetërsimin e pritësit të transfertës, duke kryer kështu aktin e vjedhjes me shpërdorim detyre, me shpërdorim të rënd të detyrës dhe të besimit. Dëgjoj më të fortën. Ndërkohë,
të gjithë bankierët e sipërpërmendur, me të cilët kam marrë edhe kontakt të drejt për drejt, Kristian Kanakari, Silvo Pedraci e tjerë, e kanë përdorur pushtetin financiar për korruptimin e zyrtarëve të ligjzbatimit, të drejtësisë, të medjave, duke i nxitur edhe përdhun deri në tentativa të përsëritura për eliminim fizik, për vrasje. Lexoj po Pra desh. për zhvendimi. Është vendim ky, sepse gjykatat kanë pasur prova nga unë njëra pas tjetrës. Kush ka qenë që ka shkruar të vendim që ka Janë dy gjyqtarë, ky e fundit është Marcela Pepi. Ku janë sot ato Angel? Ku di unë? Mos ndoshta i kanë ndodhur diçka edhe këtyre, Atëherë më dëgjoj mos i që- kanë përndjekur, i kanë më bërë dëgjoj pse që- kanë dhënë të më vendim, dëgjoj mos i që kanë bërë një dyshim- lloj presioni. Ka Angel? dyshime, sepse ky vendim në fakt, ky vendim apo ky kallëzim, kallëzimi i vitit 2022, në fakt është vazhdimi i kallëzimit të vitit 2021. E kupton? Dhe në vitin 2021 prokuror Adriano Dyrmishi është e shkruar edhe këtu, e kupton, në vendim, mori domethënë kallëzimin tim, beri letra të gjitha bankave, po pa kërkuar shprehmisht ato që i kisha kërkuar unë. Në një farë mënyrë ai u shmang të vërtetës, por megjithatë, ai në vendimin e tij shkruaj që megjithatë Angeli ka të drejtë të kërkojë vetë informacion nga bankat, për ato që i takojnë. Dhe kur unë i bëra kërkesë për informacion bankave mbi bazën e vendimit të prokurorit, e kupton? Atëherë ç'a ndodh? Bankat nuk përgjigjen. Dhe mungesa e përgjigjes në fakt është fshehje së vërtetës. Në vërtetës, po e E kupton ti? vërtetës. Edhe kush i shmanget është prapë. Dhe ndërkohë unë mblodha dhe prova të tjera që e çuan gjykatën në këtë vendim. Tani ç'a bën? Ç'a ka bërë gjatë gjithë kësaj kohe gjykata, se që ta kuptoni juve pse do thosh ti po pse këta pse fshehin, pse nuk e zbatojnë njëri tjetrin, sepse siç ta kam shpjeguar unë herë. E kanë korruptuar komplet sistemin. Duke ditur që përveç Spakut, domethënë të gjitha vendimet e Spakut, domethënë të prokurorisë dhe të gjykatës posaçme, si përfundim shkojnë në gjykatën e lartë nëse ti nuk je i kënaqur, domethënë nuk je dakord me atë vendim që është marrë përpara. Po kush i pret atij në gjykatën e lartë? Ilir Panda është kryetari i kolegjit penal të gjykatës së lartë dhe aseti bankës Intesa San Paolo ka qenë në bordin drejtues ai. Dhe unë e kam kallëzuar Ilir Pandën. Ai shkon ngrit në detyrë. Ai është në detyrë. Po. E kupton? Ai është vetë ai duti, unë i kam kërkuar para se të bëj kallëzimin, i kam kërkuar. Çuni mirë na tregoj çik parat çka ke marrë nga Intesa San Paolo. Po. Sepse ai e ka për detyrë si gjyqtar, e ka për detyrë ai të tregoj, domethënë lëvizjet e tija financiare, çka ka fituar, çka s'ka fituar. Pastaj nuk është në të drejtën time të gjykoj që ore ti je baskara, je burri keq, je ajdut. Jo. Po ti tregoj njëra të çka i ke të tëra, çka ke lëvizur, çka ke prona, çka ke pasur, çka s'ke pasur, çka të kanë ardhur, çka ke marrë nga ky, çka ke marrë nga ai, dhe pastaj do të shikojmë nëse me të vërtetë ti je njëri i ndershëm apo je një kopuk. Njëri shkruan thot Angel thot vetëm forca duhet se letrat janë ustallar, ata kallzoj sa të duash, thuaj moderatorit këtë thot. Pra ti ma thuaj më të. Edhe njëherë më thuaj edhe njëherë. Thot që vetëm forca bën punë për ta rrezuar thot, se për letrat janë ustallar thot. Kallzoj sa duash. Sigurisht që duhet forca dhe pikërisht prandaj unë kërkoj që sot forca të dalin në drejtimin e duhur. Dhe drejtimi i duhur është ajo që të goditet personi direkt. Nuk nifet në ligjin shqiptar grupi. E kupton ti? Qeveria ka bërë faj. Jo, qeveria s'ka bërë faj. Edi Rama ka bërë faj. Dhe qa faj ka bërë? Duhet patjetër të dalë. Qa faj ka bërë? Qa ka vjedhur? Ku ka çuar? Konkretisht, tak, nuk njeh ligjin ndryshe. Nëse ti me të vërtet do që si themi ne në Shqip, mishi të piqet, hellit mos dihet, ti duhet të sjellësh provën. Prova është një vendim i formës. Ka mundësi që të gjithë, kushdo që është prekur, komplete provë, tak. Që i shlyu ato që ka thot Angeli, o vit tjetër, bëj edhe ca vite tjera. Edhe që mos dali kurrë 2000 vjet burg. Pra ti je dakord që vetëm të burgosin apo të ti marrin edhe çka kanë marrë? Po diskutohet që do t'ja marrin të tërë atë çun. Po ai po vajti në burg si mbetet